Bismillahirrahmanirrahim. Para pak ditësh, me disa prej imamëve dhe studiuesve islam të nderuar të qytetit tonë, diskutuam rreth një tematike që shpesh njerëzit e qarkullojnë dhe pyesin andej këndej imamët, teologët, ligjëruesit e ndryshëm, dhe që ka të bëjnë me veprimin e disa bamirësive me rastin e vdekjes së një personi të afërm. Në diskutim është, a lejohet apo jo për të bërë këtë apo atë prej këtyre veprimeve që shumë njerëz duan t'i veprojnë, disa të tjerë i veprojnë e disa privohen për t'i vepruar se dikush i thotë nuk lejohet. Në krye të herës, ne kur flasim për tematika që lidhen me vdekjen, ne nuk kemi komplekse as sikletosje nga tema e vdekjes, sepse të gjithë ne, të dashur të shtrejt, vim në këtë botë dhe Allahu i madhëruar na kujton në krye të herës se ne vim nga asgjaja, pra vim nga një gjendje vdekjeje, pastaj kalojmë një periudhë të caktuar jete, pastaj vdesim, ringjallemi për të kthyer tek Zoti i gjithësisë. Pejgamberit alayhi salatu wasalam i drejtohet në Kur'anin familjar, innaka mayitun wa innahum mayitun. Ti do vdesësh, edhe ata do vdesin. E që do thotë se kur përmendet vdekja, nuk ka arsye që njeriu me u sikletos e me u kompleksu, sikur se shohim në shumë realitete, e përpasoj fillojnë edhe dalin bidate dhe besytni nga më të ndryshmet që i bajnë njerëzit të hynë në zigzake të panevojshme, për të cilat nuk ka as argument fetar e që as logjika e natyrshme e njeriut nuk do ta pranojë atë. Në diskutim janë dy veprime. E para, a lejohet që me rastin e vdekjes së dikujt me organizu një mevlud për shpirtin e të vdekunit. Ndalemi paksa dhe vendosim disa pika mi i. Në radhë të parë, mevludi çfarë është? Nëse flasim për një vepër letrare, ku janë mbledhur cilësitë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, jeta e tij, momente të caktuara nga historia e tij e lavdishme në vargje, a lejohet që të mblidhemi dhe të lexojmë këtë vepër për shpirtin e të vdekunit? Unë ju them që në shumë mezhlise prej mezhliseve të vdekjes në realitetet tona, njerëzit merren me thashë theme. E nëse do të ftohej një imam apo një ligjërues dhe na mante një ligjërat e pastaj na bante edhe një dua për shpirtin e të vdekunit, duke e bërë këtë pjesë të ritualit të pritjes së ngushëllimeve, do të ishte shumë më mirë se sa hapja e derës për biseda të panevojshme që shpesh i dëgjojmë që veprohen në mezhliset e pritjes për rastin e vdekjes, sidomos tek gratë. Në këtë kontekst, nëse dikush të thotë që a lejohet për të bërë një mevlud për shpirtin e X-it a Y-it, e themi patjetër që nuk është ndaluar për me bërë një gjatë të tillë, që do të thotë nuk na ndalon asgjë dhe nuk ka asnjë argument që e ndalon tubimin për të ftuar të tjerët drejt nërgjetësimit, vetëdijësimit, me rregullat e fesë, me i ftuar drejt dashnisë Allahut azza wa jall, me i lexuar diçka të bukur nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam, qoftë edhe në vargje, por jo vetëm, me bën një dua për shpirtin e të vdekunit, me lexuar pa Kur'an dhe shpërblimin apo sevapin e atij leximit të Kur'anit me ia dërguar shpirtit të vdekunit, të gjitha këto janë të lejuar me të dashurit e mi. E nëse ne këtij veprimi themi jemi mbledhur për me bërë mevlut për të vdekunin, apo i themi jemi mbledhur për të bërë një nej apo mezhlis apo dua apo lutje, të gjitha këto janë të lejuara dhe nuk mund të ngelemi peng i një fjale për të ndaluar një të mirë të madhe që na përmirëson edhe traditën e pritjes dhe organizimit të rasteve të ndryshme të vdekjes. E dyta, a na lejohet, meqense se sot po shohim se po përhapet në masë realizimi i bunarëve të ujit, i puseve të ujit, për shpirtin e babës, të nanës, të djalit, të vajzës e të vdekunit. Në një vend larg vendit ton, a lejohet me e bërë një gjatë të tillë? Pra, a më lejohet mu që për shpirt të babës me pagu një shoqat, një organizat, një imam, një grup shoqëror që merret me këto çështje për me hap një pus uji në Afrikë fjala bie, apo në Azi të largët, apo ku të qoftë? Patjetër që lejohet. Fillimisht themi, nëse në vendin ton nuk ka nevojë për këtë bamirësi, le ta dërgojmë ku ta dërgojmë
sepse e rëndësishme është njeti dhe realizimi i asaj vepre për personin që ka ndruar jetë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na e ka saktësuar se cilat janë veprat që e pasojnë të vdekurin edhe pasi largohet nga kjo botë dhe vazhdon shpërblimi i tyre të shkruhet për shpirtin e tij edhe pasi ai është larguar nga kjo botë. Njëna prej tyre është edhe sadakaja rrjedhëse. Çfarë sadakaja rrjedhëse? Me hap një bunar uji, me ndërtu një shkollë, me ndërtu një xhami, me hap një bibliotekë, me ndërtu diçka të dobishme për shpirtin e atij person. Pra, për ta majtë shpërblimin e tij të rrjedhshëm edhe pasi është larguar nga kjo botë. Nga ana tjetër, nuk ka sadaka më të mirë se sa me i dhanë ujë atij që nuk ka. Nuk ka sadaka më të mirë se sa me ndihmu shoqëni e njerëz që janë të thamë për ujë, me i sjell një gotë ujë, një pikë ujë, me ula, me u pastru, me pi, me jetu si krejt njerëzit e tjerë të qytetit Rom. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë, mos të mutemi për të dhënë përgjigje të nxituara që shpesh na majnë të lidhun pas disa fjalëve dhe i privojmë njerëzve një të mirë shumë të madhe që në origjinë feja e ka leju dhe na ka nxit për ta shtuar të mirën, edhe nëse emërtesat e këtij veprimi mund të ndryshojnë nga një vend në një tjetër. I lutem Allahut Azza wa Jall me i mëshiru ata që nuk janë më nga të afërmit tanë, të dashurit tanë, prindërit tanë, fëmijët tanë, e njëkohësisht i lutemi Allahut Azza wa Jall me na forcuar në këtë fe të mandueshme islame, e me na bëra për atyre që jetojnë me faqe të bardhë dhe largohen si besimtar për të bashkuar me më të mirët e këtij ummeti e me pejgamberin alayhi salatu wasalam në ditën e gjykimit në vendin më të mirë të shpërblimeve. Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju dashur.